Gazetarin mos shkurtimisht para se me dol të shpendi, Miljan Mzika ka thonë që edhe njerëz të Albinit pe udhëheqin protestën. Albin Kurti, më faluni ju menoni që unë jam pro Albini. Unë jam çdo një që don adhem tem. Albin Kurti ka dhënë prova. Qysh ka dhënë prova? Albin Kurti është një ndër djem më të mirë që ka mbrojtur territor prej të Utës dhe Agronit. Ka mbrojtur territor. Unë kom thonë, po rri edhe me njerëz që e din mirë gjendjen. Albin Kurti ja u heki strukturat paralele në Mitrovic. Vërtet. Albin Kurti është shqiptar të lumt na që e kena djalosh. Se o ka mbron kauzën tonë në Kosovë, nëse se mbron e kauzën tonë, une qysh më me thonë, une pse jemi rrështum të Albin Kurti? Unë isha luftetari i Koshorës, unë isha i rrështum edhe me Ibrahim Rugovën, po dhe me Hashim Thoshin, isha i rrështum edhe me Stramush Haradinit. Po këta e tratun kauzën, duke marrë me Edi Ramën, mas mrami, rezultati Edi Ramës është kur Vjos Osmanin e tratoj. Me Grenelli, po Grenelli është një gejmen. Qështë për ti, Grenelli menuat me i prezentu pronat gjoja se Amerika për të me investu. Po së është të vërtet, Grenelli është një PDA i martum me se. E ku prejtit për ti, një e ka se burën e ka se. Ha, u këtën, e mallafakër. Të e problemi. Nuk pritet, Albin Kurti ka mbrojtur drejtor. Albin Kurti është. A kina i mesazh për këtë protestë drejtuar Albin Kurti? Po Albin Kurti duhet më shku me përkrah protestën. Se Albin Kurti është kauzë e jona, se ka thonë do i bashkoj trojet edhe po të thëmë. Shekulli i shqiptarëve është. Impuls në una Shqipëri ka impuls. Këta djemë më kanë ngrit impulsin. Mund keni përkrah. Nësë është nevoja mushi pushkën me dy, edhe horra du të mi nga e shak si qena me e të rëgu venin. Se këj ven, na kem gjak me dhonë për Amerikën, edhe për Izraelin, gjak jepi, familjen e jepi, krejt. Tokë nuk shesim se është toka jonë, shqiptare. Bravo. Nuk shqitën toka tona. Me mija vjetë jenë më numën e marë toka, nuk mujnë me në marë kokë është toka tona. Bravo, bëtë. Për da s'kena tokë më shqitna. Na kena me dhonë jetën për Amerikën, aleat më të mirë të botë i ka shqiptarët. Na edhom jetën për juve Amerikanë, edhe për Izraelit. Se na kanë një mundit shtira. Po ju tokën me shqit tokën tonë. Bravo, Bemus, bravo. Ajo arrujt ekstra për vllazërit tonë, për fëmijët tonë. Që mburrëm me shpendin, je djali kumpletum, e ke për këndime, me familje, beson Zotin. Shumë nina kanë ardhur edhe për emisionin tonë, që përmes emisionit tonë i kum prezantu vlerat e mia, luftetarit Ta ma puna muse meritanti. Luftetarit vërtet, këto ka me bësh, se nona jonë ka nevojë për impuls. Do të kite. Çfarë ka mendoni? Ratë parë unë mendoj. Ratë parë jam shumë i prekur që për fjalët që ta baca, edhe të falenderoj shumë, nuk e meritoj, unë nuk e meritoj të më puthur dorën, po është vlerësim shumë i madh. Puthi dorën si ardhmëria jam. E dyta bac, faleminderit që na jep zemër që të vazhdojmë se luftat janë hibride, janë të ndryshme, ca me pushk, ca me tru e gjitha me radhë, ne jemi të loja shaut akoma, e në radhë 3 do ta mbyll me një batut që ta ulant balla do na bëj prap marketing, mua aty dhe bacës tani, duke na quajtur fashista. A kupton, duke na quajtur fashista se kemi thënë për luftë. Por realisht bac ka ardhur luftë sepse këta janë zbatuesit kryesor të tezave të Vaso Çubrilovicit. Ti zhdukim shqiptarët, është në Akademinë e Shkencave të Serbisë dhe është motamo çapo ndodh me Shqipërinë, me Kosovën, është tezat e Çubrilovicit. Ti vrasim e ti zhdukim anti-amerikanizmi, ti zhdukim e ti bojmë. Shqiptarët nuk mund t'jenë kur se si anti-amerikan dhe anti-izraelit, sepse neve, jo vetëm që izraelitët është i vetmi vend ku SS-ët në krye, më thënë, kur ka pas shtetin në krye Xhafer Devan, SS-ët ishin treshtuar dhe izraelitët hebrejt kalonin para trupave SS për t'u dislokuar e për shkuar në Amerikë. Është i vetmi vend në botë që e ka bogët. E para. E dyta na kanë ndihmuar për Kosovën. Pra na e kanë kthyer nderin që u kemi bë, na kanë ndihmuar për Kosovën. Këto janë fakte historike që neve sido që ta kemi interpretimin për Izraelin apo për Bibi Netanyahu, nuk e heqim dot. Por ta dini shumë mirë, atë pushtuesin e brendshëm që thoshë nuk kemi pushtues të jashtëm, janë tezat e Nikola Pashić. Do paguajmë shqiptar për të vrarë shqiptar se s'do t'i vrasim me dorën tonë. E kanë arkiv. E gjen në Shqipëri, ta sjell që ta transmetosh edhe në emisione tjera. Pra, neve që na shajnë, na quajnë agent Iranit, agent Grekut, agent Serbit e gjitha me radhë. Të Mossadit,
To janë thjesht marketingo, bac ti e ke dhënë vlerën tate, kur të dashur, kur ka thrit kombi, e ke marr snajperin, edhe e ke dalë në mal, edhe i ke marr jetën armikut duke rreziku jetën tënde. Jo Edi Rama të thoj ty, po në 500 mijë si Edi Rama nuk të afrojnë te maja e kpucës. Për burrni. Tashi